Rahmetullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an në ka bërë të qartë edhe qëllimin e agjërimit duke thënë ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O besimtar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu sikur se ishte detyrë për ata që ishin para jush në mënyrë që ju t'i ruheni dënimit të Allahut. La'allakum tattaqun, që ju t'i ruheni dënimit të Allahut. Me agjërimin arrim të mbrohemi nga dënimi i Allahut të lartësuar. Kjo është takwa. Atëherë qëllimi i agjërimit është takwa Allah, që ne të arrim të kemi frikë prej Zotit, t'i ruhemi zemrimit të Allahut, t'i ruhemi dënimit të Tij, por në mënyrë që njeriu të shpëtoj veten nga dënimi i Allahut të lartësuar, duhet që t'i zbatojë detyrat e fesë dhe të largohet nga gjunahet. Agjërimi na mëson që të kemi takwa, pra që të mbrohemi nga dënimi i Allahut të lartësuar. Agjërimi na pajis me këtë edukat, na jep këtë disiplinë, na bën të devotshëm ndaj Allahut të lartësuar. Agjëruesi së pari kryen një detyrë fetare, se agjërimi është një nga shtyllat e Islamit, është një nga shtyllat e rëndësishme të Islamit. Dhe dihet që takwaja përfshin edhe zbatimin e detyrave të fesë, pasi dietarët kanë thënë që takwaja, domethënë të mbrohesh nga dënimi i Allahut, arrihet me zbatimin e detyrave dhe largimin nga gjunahet. Kush zbaton detyrat e fesë dhe largohet nga gjunahet, ai ka takwa. Domethënë, ai mbron veten nga zjarri i xhehenemit. Kështu që përderisa agjëruesi kryen një nga detyrat, ai ka bërë një nga sebebet, një nga shkaqet e takwas. E dyta, agjëruesi heq dorën nga gjërat që e prishin agjërimin. Gjërat që e prishin agjërimin, gjatë kohës së agjërimit janë të ndaluara. Dhe largimi nga gjunahet, largimi nga gjërat të ndaluara, përfshin te takwaja, pasi sikur se përmendëm pak më përpara, takwaja përfshin zbatimin e farzave dhe detyrave të fesë dhe largimin nga gjunahet. Kush zbaton detyrat e fesë dhe largohet nga gjunahet, ai ka takwa. Dhe ai mbrohet nga dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Agjëruesi heq dorë nga gjërat që ja ka ndaluar Allahu i lartësuar, si të ngrënit, të pirit e kështu me radhë. Këto gjëra janë të ndaluara gjatë agjërimit, ndërsa jashtë agjërimit, në kohën kur njeriu është agjërues, nuk janë ndaluara të ngrënit, të pirit, ka dhe disa gjëra të tjera. Përderisa agjëruesi heq dorë nga gjërat, nga këto gjëra që në origjinë janë të lejushme, por ndalohen gjatë agjërimit, atëherë që të heq dorë nga gjërat që janë të ndaluara edhe gjatë agjërimit, dhe kur nuk i agjërues, është më arsyeshme. Dhe në qoftë se agjëruesi nuk heq dorë nga gjunahet, nga haramet, të cilat janë të ndaluara në këtë kohë, jo vetëm kur je agjërues, por edhe kur nuk je agjërues, atëherë ai nuk ka takwa. Ai nuk e ka fituar këtë edukat, këtë disiplinë, nuk është bërë i devotshëm. Ai nuk e ka përmbushur qëllimin e agjërimit. Kështu që duke heq dorë nga ushqimi, nga pija, gjëra që ndalohen gjatë agjërimit, ne fitojmë takwa. Pra ne arrim që t'jemi prej atyre njerëzve të cilët do të heqin dorë nga gjërat të ndaluara, si gjatë agjërimit, edhe kur nuk kemi agjërues, se ka gjëra që ndalohen në çdo kohë, që gjunahet, janë haramet. Duhet që përmes agjërimit të arrim këtë disiplinë, ta kemi këtë formim.
Ashtu siç e kemi frikë Allahut gjatë ditës së agjërimit, dhe ruhemi nga kryerit, nga të pirit dhe të tjera gjëra që prishin agjërimin, po kështu duhet ruhemi gjithnjë nga gjërat e ndaluara. Mos gëjej, se gëjesh është haram. Mos merre me thashë thebe, duke sjellë kështu përçarje mes muslimanëve, se është haram. Të mos shpifim, mos dëshmojmë rajshëm, të mos përgojojmë. Një nga sprovat e përhapura mes muslimanëve është përgojimi. Në rrugë vetëm nga gibeti, nga përgojimi, do të me rrugë gojën. Dhe ka thënë Xhabir ibn Abdullah, të mos jetë dita e agjërimit si ditët e tjera. Duhet me rujt syrin, duhet ta agjëroj dhe syrin, mos me pa haram. Duhet me rujt veshin, mos me gjuhë haram, për shembull muzikë. Duhet me rujt gojën, mos me rujt nga të ligat e gojës, nga metat e gojës, nga gjunahet e gojës. Dhe një nga gjunahet e gojës është edhe përgojimi, siç e përmenda pak më përpara. Sharja. Fela yaskhab. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, mos bërtas. Dhe të mos e fliq gojën. Fe isab, o la yarfut, mos e fliq gojën, mos thot fjalë të pista. Fe isabahu ahad law qatala falyaqul inni sa'im, ose dikush të shan, ose të mundon, thuash unë jam agjërues. Të mos sillesh keq. Mos dëmtosh njëri, mos bën padrejtësi. Pra duhet të ruhemi nga gjunahet. Duhet ta fitojmë këtë disiplinë gjatë agjërimit. Kjo është takwaja. Agjërimi na bën me takwa. Na bën për aty që kanë frikë Zotin, që ruhen dënimit të Allahut, dhe që ruhen nga dënimi me zbatimin e tyre dhe nga largimi nga gjunahet. Agjërimi na mëson që të gjithmonë ta dimë se jemi në mbikëqyrjen e Allahut të lartësuar. Kultivojmë përmes agjërimit dhe ndjenjen, vetdijen se na mbikëqyr Allahu. Kudo që të jesh, ke mbikëqyrës. Dhe ky mbikëqyrës është Zoti i gjithësisë, krijuesi i gjithçkaje. Të shikon kudo që të jesh, të dëgjon çdo gjithçka, e di gjithçka që bën. Gjatë agjërimit, kur jemi në vetmi, çfarë pengon që të hap, të pi, megjithëse na shkon në mendje të ngrënit, të pirit, vuaj, dhimbjen e etjes, dhe turisë. Po pse nuk e prishim agjërimin? Sepse e dim që jemi në mbikëqyrjen e Allahut. Allahu na shikon, Allahu na dëgjon. Prandaj i gjerët e bukur të Allahut është As-Sami', gjithë dëgjues, dëgjon gjithçka. El-Basir, gjithë shikues, shikon gjithçka. Ar-Raqib, mbikëqyrësi. Mbikëqyr gjithçka, Ash-Shahid, gjithë dëshmuesi. Duhet që ta kultivojmë këtë vetdije, dhe përmes agjërimit, ne kultivojmë këtë vetdije. Prandaj agjërimi është shkollë. Agjërimi është edukim shpirtëror. Me agjërim fitojmë takuan. Dhe në qoftë se besimtarë që do mos rritet të reja, dhe kenë gjithmonë vetdijen se janë në mbikëqyrjen e Allahut. Kur ndjen të jenë vetmi, nuk do bëjnë harame. Për shembull, ka njerëz që janë dobët. Kur është në vetmi e hap celularin, edhe dëgjon celular muzikë, ose hap në celular pamje të këqija, ose ndjek në celular telenovela, filma dhe emisione të cilat janë helm për të rinjtë, për të reja, për familjen, për shoqërinë, janë helm, në shkatrim. Dhe të nxjerrin nga radha e njerëzve me takwa, njerëzve që kanë frikë Allahut, që ruhen zemrimit dhe dënimit të Allahut, që për cilët Allahu i lartësuar ka fituar mirësi të mëdha, ka përktuar mirësi të mëdha. Agjërimi kuptohet që pakson dhe vlerat ushqyese të trupit. Dhe kur njeriu pakson vlerat ushqyese, zhvillon dijet e mira, dëshirën e mirë, e mposh nefsin, mposh dëshirën e ligë. Dhe përmes agjërimit ne mposhtim nefsin, mposhtim, thyejmë dëshirat e liga, zhvillojmë dëshirën për të bërë vepra të mira. Dhe kjo është prej takuas. Sepse
Dëshira e mirë do të thotë që ti të kryesh vepra të mira. Vepra të mira hyn te takuaja. Dëshira e këqija shtyp ka veprat e këqija, agjërimi e thyen, e poshtë dëshirën e keqja. Në këtë aspekt gjithashtu, agjërimi na shërben që të fitojmë takua. Pa agjërimi do na shërbej neve që të mposhtim edhe shejtanin. Edhe pse shejtani në muajin e Ramazanit janë të lidhur. Por pas Ramazanit, ose sipas mendimit lidhen rebelët e shejtanit, po jo gjithë shejtanit. Kështu që agjërimi na shërben neve që të mposhtim edhe shejtanin. Dhe bllokon rrugën e depërtimit të shejtanit dhe çytjes së tij në trupin e birit të Ademit. Se profeti ka thënë në hadith, inna shejtani yajri bi bani Adama majra ad-dam. Agjëruesi është më i prirur që të bëj vepra të mira. Në muajin e Ramazanit njerëzit janë më të prirur që të bëjnë vepra të mira. Prandaj në muajin e Ramazanit në fillimin e këtij muaji, që nga fillimi i këtij muaji, mbyllen dyert e hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e zjarrit të xhenemit, lidhen shejtanët. Në datën e parë se thotë i hadith, një thirrës, domethënë një melek thotë, ja baghi al-khair aqbil, e ti që kërkon të bësh vepra të mira, eja se kjo është koha. O ja baghi al-sharr aqsir, e ti që kërkon të bësh vepra të këqija, hiq dorë. Që agjëruesit janë më të motivuar, janë më të prirur që të bëjnë vepra të mira gjatë agjërimit, gjatë muajit Ramazanit, e vërejmë që muslimanët i shtojnë veprat e mira. Dhe kjo është për takuas. Agjëruesi ndjen dhimbjen e etjes së turisë, dhe kujton të varfër, kujton nevojtarët, dhe do solidarizohet me ta, do t'i ndihmojë ata, do jap sadaka, do shtroj iftar, do jap ushqim, do bëjë mirë njerëzve. Muslimani duhet të jetë bamirës. Edhe ndaj muslimanëve, edhe ndaj jo muslimanëve. Kjo është një nga meritat, një nga vlerat e fesë sonë. Që agjërimi na bën edhe bujar, na bën edhe mikpritës, na bën edhe bamirës. Dhe padyshim që kjo hyn ke takuaja. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka shpjeguar këtë çështje e takuas, si përmendet, domethënë që përmendet ka idë Kur'an, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të ruani dënimin të Allahut të rrecuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam këtë fakt e ka sqaruar për hadithe. Duke përmendur që kush nuk lë gjunahet, atij nuk i vlerësohet agjërimi. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith që ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, "Bel lam yad'a qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk lë dëshminë e rrejshme dhe gënjeshtrën, po dhe gjitha gjunahet e gojës, që dietarët kanë përfshirë këtë fjala wa qawl az-zur, gjitha gjunahet e gojës. Dhe wal 'amal bih, dhe veprat sipas saj, veprat e rreme, veprat e këqija, këtu hyn gjitha veprat e këqija, të gjitha gjunahet. Atë kush nuk lë gjunahet e gojës, disa për cilave përmendet pak më parë, dhe gjunahet e trupit, Allahu nuk ja vlerëson agjërimin. Pak më përpara sqaruam që takuaja do të thotë të zbatosh të tyra dhe të largohesh nga gjunahet. Kush nuk ruhet nga gjunahet, ai s'ka takua. Dhe ati nuk ja vlerëson Allahu agjërimin. Allahu vlerëson agjërimin e atyre që kanë takua. Atyre ju pranohet agjërimi dhe u jep shpërblimi i agjërimit. Dhe sa atyre që nuk kanë takua, atyre që nuk kanë fituar takua gjatë agjërimit, atyre ju quhet agjërimi si vepër, që ju quhet si i saktë, por nuk arrin mirësinë dhe shpërblimin e agjërimit. Për shkak se nuk kanë përmbushur qëllimin e agjërimit, ata nuk e arrin mirësinë e kësaj vepre të madhe. E kemi dëgjuar që mirësitë e agjërimit janë të shumta. Allahu në fund gjatë muajit Ramazanit shpëton njerëz nga zjarri i xhenemit, i shpall si të liruar, nuk do hyjë në zjarrin e xhenemit. Walillahi utaqa'u, walillahi fihi utaqa'u wa dhalika fi kulli layla. Ka njerëz që nuk arrin këtë mirësi. Në muajin e Ramazanit nuk shpallen si shpëtimtar nga zjarri i xhenemit. Pse? Sepse s'kan fituar takwa. Muajin e Ramazanit Allahu fal gjunahet e agjëruesve. Por në qoftë se njeriu s'ka fituar takwa, s'ka përmbushuar qëllimin si falë gjunahet.
Në muajin e Ramazanit Allahu pranon lutjet e agjëruesve. Muslimanët në çdo ditë dhe çdo natë Ramazanit pranojnë një lutje, siç përmendet në një hadith profetit. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se agjëruesit i pranohet lutja. Mirë, ka njerëz që nuk pranojnë lutjet. Ndoshta mund të jetë shkak se agjërimi i tyre është pa them. Kë përmbush qëllimin. Është një trup pa jetë. Ose trup pa shpirt, themi. Pse s'ka fituar takwa? Se ka kuptuar që agjërimi duhet që të kultivoj takwa. Të kesh frikë Allahut, të ruash zemrimin te Allahu, të kryesh detyrat, të largohesh nga gjunahet. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith tjetër, rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ka agjërues që mbase ka agjërues që nuk arrin që tjetër nga agjërimi, vetë etje dhe urin. Wa rubba qa'im laysa lahu bi qiyamihi illa as-sahr. Ka njerëz që falën namazate, mirë vetëm lodhën, vetëm pa gjumësi. Se nuk arrin mirësi, nuk arrin shpërblimin. Dhe po mundohemi vëllezër. Po duhet që të jemi për atyre që do ruhen prej gjunahet. Që do i kryejnë siç duhet detyrat e fesë, që të arrijnë mirësitë e mëdha të agjërimit, mirësitë e mëdha të takuas. Përmes takuas arrijnë të mirat e dyjosë të ahiretit. Shpëtojmë nga të ligat e këqija të këtë botë dhe shpëtojmë nga dënimi në ditën e gjykimit. Çdo e keqje vjen për shkak të gjunaheve, domethënë për shkak të mungesës së takuas. Sprovat, belat, fatkeqësitë. Muslimanët agjërojnë, por nuk e bëjnë siç duhet agjërimin. Flas për shumicën. Kanë mangësi. Nëse muslimanët do ta bëjnë siç duhet agjërimin, do ndryshonte gjendja. Dhe falë namaz siç duhet, do i kryejnë detyrat, do ruhesh nga gjunahet, dhe do e përmirësonte Allahu gjendjen e muslimanëve. Gjendjen e çdo individi, gjendjen e familjes, gjendjen e fisit, gjendjen e xhamatit, gjendja e ummetit do ndryshonte. Kështu agjërimi duhet ta shohim si një mundësi të madhe për domethënë për ndryshim, për përmirësim, duke kultivuar takuan. Me takua në arrim xhenetin, që ka përmendur Allahu në Kur'an, tilka al-jannatu allati nuritu min ibadina man kana taqiya. Fitojmë dashurinë e Allahut. Bela inna Allahu yuhibbul muttaqin. Boshi dashur tek Allahu. Me takua Allahu do të jetë, Allahu është për ata që kanë takua, domethënë ndihmon, u jep sukses. Gjithë duam sukses në jetë. E duam që kemi ndihmën e Allahut, me takua. Fa inna Allahu ma'a alladhina taqaw. Allahu alehson jetesën, u përmirëson jetesën. Se si do mos të rritë, kanë shqetësim me çfarë do bëhet, me çfarë profesioni do të jetë, si do të ushqehet, çfarë ardhmë do të ketë, a do të ketë një shtëpi, një biznes, një punë, diçka. Me takwa. Allahu ka premtuar lehtësim të jetesës. Ka premtuar jetesë të mirë për ata që kanë takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Pak më parë bë lidhje mes agjërimit dhe takuas. Qëllimi i agjërimit është të fitojmë këtë disiplinë, këtë sjellje, të kemi takwa. Kush ka takwa arrin gjithë të mira. Edhe gjendja e muslimanëve përmirësohet. Problemi i shumicës muslimanëve sot është se nuk kanë takwa. Prandaj ka dhe probleme ekonomike, ka dhe probleme të tjera, ka vende ku ka pasiguri. Nëse do të kemi takwa, përmirësohet gjithçka. Prandaj vëllezër, i përvishemi takuas. Të pajisemi me takwa, se kjo është pajisja më e mirë për udhëtimin e ahiretit. Ka thënë Allahu në Kur'an, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa." Ka thënë, pajisuni. Se pajisja më e mirë është pajisja për udhëtimin e ahiretit, që është takwaja. Dhe profeti e ka porositur që ta kemi frikë Allahut kudo që jemi. Ka thënë, "Ittaqillaha haythu ma kunt." Keni frikë Allahut kudo që jeni. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që ta mundësoj të jemi për atyre që kanë takwa. Elus Allahu që të jemi për atyre që ja arrin qëllimin e agjërimit. E përbushin objektivin e agjërimit që është takwa. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.